moderator i aktivitetit sot. Faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij forumi publik me kandidatët për deputet të zgjedhjeve të 11 majit, pas participimet që organizohet nga KOP, është rrjeti përballjes ofertave politike, që organizohet paralelisht në 8 çarche të vendit dhe në Shkodër. Këtë forum e organizon dhe përfaqëson shoqata IRSH, intelektuale të rinj shpresë, që drejtohet nga Zofi Sajmir Beqiraga dhe Blendi Ibra. Rrjeti POP synon të rritë debatin publik dhe aksesin në informacion për qytetarët, si dhe të orientojë platformat politike drejt nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve. Përmes nismave të tij, rrjeti kontribon në forcimin e demokracisë në vend, duke promovuar transparencën, llogaritëdhënien dhe përfshirjen përfshirjen qytetarëve në proceset vendimase. Tani kam kënaqësinë të prezantoj kandidatët për deputet që janë sot këtu, duke falendëruar për angazhimin e tyre, për kohën dhe për përgjigjen pozitive. Pini re që renditja është bërë në bazë të renditjes së zyrtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e nisi me zotin Teri Topiku, nga Alianca për Shqipërinë Madhështore të duar. Isabel Rape, nga Partia Socialiste Bashkë, që drejtohet nga Arjësori, Frans Shambi, koalicioni Euroatlantik, që drejtohet nga Bashka. Zyrë Keti Spalia, nga Partia Socialiste. Zyrë Përviti, koalicioni Nisma Shqipëria Zëhet, që drejtohet nga Redi Klapaj. Edis Beza, nga Partia Mundia e Agroshere. Në këtë forum janë të pranishëm qytetarë nga komuniteti nga Shkodra, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare që do jenë bashkues të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Të shpjegojmë edhe formatin e forumit dhe rregullat organizative, dhe me dije që do të jetë një forum ku do të prezantohen programet elektorale të secilës prej partive dhe mendimi ose opinioni i secilit kandidat. Për qarkun e Shkodrës nuk do të ketë debate, nuk do të ketë replika as mes njëri tjetrit, as mes publikut, sepse secili e tregon vetë dashurinë, pasionin që ka për qytetin tonë, për qarkun e Shkodrës dhe jo debate. Prandaj nëse do të kemi replika, debate, i bëjmë pjesë të ndërprerjes këta. Kështu janë rregullat. Aktiviteti atëherë do të zgjasë rreth 2 orë dhe do të transmetohet drejt për drejt, ashtu siç ka nisur në rrjetin zyrtar të POP në Facebook dhe në faqen e organizatave të IRSH, gjithashtu do të dokumentohet për publikimin në media dhe në rrjetet sociale. Çdo kandidat do të ketë në dispozicion nga 5 deri në 7 minuta për të prezantuar veten dhe prioritetet e subjektit politik, duke fokusuar kryesisht në prioritetet të qarkut të Shkodrës, çështje sociale, ekonomike, rinjë, drejtat e grave, barazinë gjinore, demokraci dhe antikorrupsioni. Koha do të monitorohet për të garantuar paraqësi dhe pashmëri për secilin nga kandidatët, pra 5 deri në 7 minuta. Më pas kemi edhe nga një pyetje për qytetarëve që janë në sallë, përgjigjet e kandidatëve do të jenë të limituara 1 minutë. Nëse do të ketë pyetje të personalizuara ka fjalën për një subjekt politik, normalisht do të ketë kandidatët që do të japin përgjigjen, por nëse do të jetë pyetje generaliste që përfshin gjithë kandidatët, një shqetësim apo një kontroll procesit në Shkodrës, atëherë pyetjet e çdo 6 kandidatëve secili do të ketë nga 1 minutë kohë. Forumi synon një atmosferë qetë, gjithëpërfshirëse dhe konstruktive, ku gjithë pjesëmarrësit do të trajtohen me respekt dhe në mënyrë të barabartë. Për të rikthyer për tek kandidatët, dhe nisim me zotin Teri Topiku, sipas edhe rradhës. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrje, ju falenderoj për organizimin gjithashtu që na jepni mundësi për të marrë debat që është gjithnjë më i pamujtur në hapësinë publike, mes ofertave politike edhe mes kandidatëve në këtë rast. Atëherë po bëj një prezantim të shkurtër të emrin si kandidat i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Unë kam bërë studimet në Gjinë Ndërtimit në Tiranë, mbrapa kam shkuar në Francë për në bërë studimin e histori dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe më vonë kam bërë studime europiane ndërkombëtare master. Pra kam bërë 2 eksperjenca të ndryshme, fusha krejtësisht ndryshme dhe 2 realitete krejtësisht ndryshme. Gjë që ka pasur eksperiencën time dhe
shpesh domethënë bëhet këndamja ato që kanë studiu brenda dhe jashtë, të dyja kanë vështirësitë e veta, të dyja kanë mundësitë e veta dhe unë jam i gëzuar domethënë që kam pas mundësinë i projektu të dyja. Angazhimi jam politik për mirë shkurt për me vazhdu mbrapa me ofertën që ne japim dhe unë si përfaqësues i kësaj oferte. Angazhimi në politik ka filluar shumë herë, ka filluar qysh moshën 14 vjeçare, ku kam marrë pjesë në fushatën e parë, sigurisht duke një posta, duke qenë aktiv pranë fushatën e 2005, ishte koha kur ekzistonte debati publik, më në emisionet televizive ishte një sistem tjetër i kandidimit, pra ishte sistemi majoritar dhe proporcional ku kandidat 100 deputet deshin nga përballje direkte dhe 14 prej tyre deshin nga proporcionali, edhe përmendimin e ka një nga sistemet më të mira, por kjo ka shkuar në debate publike ku si nga kandidat ka bashkëpunë idetë të tyre. Pra këtu ka filluar një lloj përqindje dhe një dëshirë në fillim politik, sigurisht edhe në tradita familjare, por kjo angazhim duke u intensifikuar në vitet që kanë ardhur dhe fakti që kanë arsye për çfarë iku në Francë ishte pikërisht për studimin në lidhje me politikëvënien dhe me kanë profesionistë i fushë. Shpesh është ky diskutimi pasion-profesion, unë futem më atë që politika me kanë profesioni jem, ka 200 vite që politika është profesion, por nuk konsiderohet si tillë. Ne ndoshta kur do të rregullosh aty rregulacionet profesionistë, por në politikë kena këtu miq gjithmonë. Domethënë kam miqësi, kam përgjithësi. Dhe arsye shpesh në perceptimin tim, arsyeja pse jemi në një situatë jo vetëm pas mirë është se nuk e kena këtë mentalitet. Çfarë në politikë nuk është një betejë çfarë tjetër shtreja, është përmendimi tim është një konflikt artificial. Për mua është mentaliteti i vjetër, është betejë për me ndërtu ose me marrë një modeli të ri politik, që prezantoj me një shuru, pikërisht të duhur me imponuar një lloj politike racionale, pra një politikë që kërkon me marrë pushtet për me realizuar idetë e tilla, sepse politika pa pushtet me vetëm një lloj ose me një filozofia, pra kishim mujtë me tek shkrimtarit, filozofit e teoritarit. Nëse tira në bajë në shumë, duhet me gjetë instrumentat për me marrë pushtetit dhe instrumentat në bajë në shumë. Nuk ka njësa me që në bajë në qatia deri tek politika, nuk ka pozicion që ne kanë shumë jetën e njerëzve se sa politika dhe ne nuk këtë pjesë nuk e kena marrë seriozisht. Dhe si nga qëta statistikave, shqiptarët futen tek njerëzit marrë në shumë politike, sidomos rinjia. Pavarësisht se rinjia është problem të në botën që nuk angazhohet në politikë. Atëherë, oferta Partisë Demokratike, po oferta e gjitha partitë politike, sidomos këtyre partive të mëdha politike, është një ofertë e madhe, sigurisht kandidatët nuk janë domosdoshmërisht dakord me secilën prej pikave dhe po prapë po kthehemi tek politika racionale, u shoh rolin e deputetit si një person i cili duhet me përzgjedh pikat e programit, pikat e projektit që ka partia e tij politike dhe me i përshtat me kontekstin e qytetit që ne profesion. Tre pikat që kam zgjedhur pra nga programi i madh i Partisë Demokratike janë siguria, jetëshmëria dhe arsimit. Për shkak që janë rrallë. Atëherë qyteti i Shkodrës është një nga qytetet më të goditura nga krimi, nga pasiguria, nga të gjitha fortë të sa institucionet e shtetit. Pra çështë që kemi problem, dhe unë këtë kam provu edhe në eksperiencët teme personale kur kam dashur me hap një biznes vogël, më shumë problem të gjithë si më thanë atë dhe eksperiencat e tjera, më shumë zgjedhë një fortë sa institucione shtetërore dhe sidomos policia e shtetit, duhet të kenë institucione të besueshme sepse nuk ka siguri pa një lloj bashkëpunimi mes komunitetit edhe institucionit dhe në Shqipëri, po sidomos kur që nuk funksionon shumë herë të konsiderohen aksionet e policisë, siç e kena parë në përgjigje të ndryshme, pra qytetari nuk është domosdoshmërisht i sigurt për me bërë këtë lloj bashkëpunimi. E dyta është jetëshmëria, Shkodra krenona për turizmin, për bukurinë që na ka falë Zoti, por jo për jetëshmërinë. Pra shumë të rinj në Shkodër nuk e ndrojnë për me jetu këtu, por vinë për atë fundjavë me hangër kafë krapit dhe kaq. Pra qyteti i Shkodrës nuk është domosdoshmërisht ambienti më ose qyteti më i përshtatshëm për me ndërtu të ardhmen. Po këtë është shumë shkurt. E treta është arsimi, ne kena një histori gjatë për sa i përket një qyteti dijes dhe Universiteti i Shkodrës sigurisht ka një rrahje
përsa i përket cilësisë të arsimit, por në tëna përzgjedhjes prive për me një studimet në këtë universitet, dhe praktika të rejtë për më kanë arsimi që Universiteti i Shkodrës mu orientu të kërkesë oferta, çka kërkan tregu i punës, dhe në vitet që vinë, jo vetëm në Shqipëri, po arsimi po më rikonceptu, sepse me teknologjinë artificiale, me peshin që ka shkenca të zanave, pra ka të tana degë dhe të tana fushët ekonomisë të më shku drejt këtyne degëve në Universiteti i Shkodrës, dhe se deputeti pra dhëtë me logu për cilat pikat programit me të reklamate. Siguria këtimi institucioneve të shtetit në shinat e funksionimit, jetueshmëria e qytetit një vend jetueshëm ku i krijohet mundësive të trive për me basi për marrje, dhe mos ta mundem të fol mbrapa për më konkretisht, dhe arsimi Universiteti i Shkodrës me kanë një qendër studimi jo vetëm e qytetit, por gjithë rajonit dhe të gjithë shtetit. Të shkosh të shkurt, po shpresoj kena mundësi me folë për më në detaje për tema specifike. Impresion kur e të tash. Po mund të thujem që kërën datën prezantimit të Gabriel Rakaj, prezantimit të personal por të programit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam Gabriel Rakaj, kandidat i vitit bashkë për qarkun e Shkodrës. Unë jam inxhinier fizikant. Në radhë parë, politika për mua është në radhë parë pasion, sepse unë vi nga një fushë krejt tjetër, shumë kush edhe mund të habitet, sepse nuk është se ka shumë figura politike në historinë e 3 viteve të fundit që vi nga fusha e shkencave apo inxhinierive. Megjithatë, unë kam hyrë rrugë me shpresën se ne si parti dhe në mbështetjen e mbarë popullit shqiptar do të realizojmë atë synime dhe atë transformim madhor që ne e kemi synuar prej kohësh. Programi jonë ka të mira dhe të këqija të veta. E keqja e madhe e tij sepse është shumë i gjerë, sepse nuk është vetëm një listë propozimesh, por edhe një analizë e madhe. Programi pilot është 177 faqe, unë gjendet te website i vitës bashkë, në shkarkohet ose lexohet online. Unë këtu kam dhënë një ekstrakt, gjithsesi do ta përballoj prapë më tepër, sepse koha nuk është e mjaftueshme për ta paraqitur gjithin. Por ajo që ne kemi si synim, edhe që ne e kemi bazuar gjithë ndërtimin e programit tonë, ka 4 shtylla. 3 përkasin karakteristikave shtetit dhe shtylla 4 është angazhimi i njerëzve. Bëhet fjalë për shtetin zhvillimor, shtetin social dhe shtetin e drejtës. Shteti zhvillimor, për të filluar të tema këto pika, ka të bëjë me zhvillimin e ekonomisë dhe atyre sektorëve të cilët do të ndihmojnë krijojnë shtetin social. Pra, në radhë parë duhet të ndryshojmë modelin tonë ekonomik, sepse aktualisht ekonomia shqiptare bazohet në një mënyrë proporcionale të turizmit dhe ndërtimit. Dy sektorë që nuk janë të qëndrueshëm dhe që në finale, duke u nisur nga përvojë botërore, nuk kanë sjellë një zhvillim përhershëm dhe të qëndrueshëm të vendeve të cilat janë mbështetur në këtë sektor. Prandaj ne duhet të fokusohemi në ato sektorë që janë prodhues, siç janë industria dhe bujqësia. Ne dimë se vendi jonë ka pasuri të mëdha minerare, sepse mësojmë qysh nga gjeografia e nënvjeçare. Problemi është se këto pasuri ose nuk nxirren dhe shiten ashtu siç janë, bruto, ose përpunohen nga firma të huaja dhe shteti jonë, populli jonë përfiton shumë pak nga ajo pasuria jona. Ne duhet të rregullojmë këtë dhe për këtë duhet ringrit industria nxjerrëse, e cila fatkeqësisht u ngrit me shumë mund nga prindërit e gjyshit tanë në diktaturë dhe në vend që të ruaj u shkatrua u quajnë zero për shfaqjen që ne gjithë dimë mësoj, dhe tani duhet ta ndryshojmë edhe një herë pllakën e turizmit dhe drejtim dhe ta ngrimë industrinë. Sigurisht jo me atë model diktatorial, por nëpërmjet zhvillimeve dhe investimeve të brendshme dhe të huaja, me politika favorizuese për investimet e huaja, me taksa më të ulta, në mënyrë që mineralet tona dhe burimet tona natyrore shfrytëzohen në drejtësi. Ngritja e industrisë. Kjo është shtylla pika e parë e ekonomisë e shtetit zhvillimor. E dyta është bujqësia. Bujqësia jonë ka probleme madhore, që dimë gjithë, megjithëse një pjesë të mirë popullsisë jeton në fshat, fshati është në varfëri, një pjesë e fshatarësisë ka ikë, tokat janë djerë, janë pa punu, mekanizmi bujqësor është i ulët, mungojnë subvencionet mjaftueshme, burokracia shumë e lartë për të aplikuar për subvencione për blerën kimike me radhë. Gjitha këto procedura duhet lehtësohen, duhet rritet mekanizmi i bujqësisë me radhë në mënyrë që bujqësia të bëhet një sektor totalisht produktiv dhe që të jetë një ndërtyrë të ekonomisë. Në këtë mënyrë ne mund edhe të mbajmë popullsinë këtu, edhe të japim jetë atyre zonave, edhe të kemi një bazë për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë. Turizmi sigurisht një sektor ndihmës, duhet rregullohet, rishihet. Mos bëhet kurrë të mjedisit edhe të banorëve të zonave turizme të cilët janë zhvendosur herë edhe me forcë për të ndërtuar resorte turistike ku aty ne nuk kemi mundësi të shkojmë, po të jetë turizëm i qëndrueshëm, bajtim me natyrën dhe me komunitetet. Me shtetin zhvillimor ne mundsojmë ngritjen e një shteti social.
Sigurisht nuk mjafton vetëm investimet dhe shtetit zhvillimor, por duhet edhe lufta e pajekut kundër kriminalitetit, në mënyrë që e gjithë kjo ekonomi që ne krijojmë të përkthehet në taksa. Taksa duhet vendosen me drejtësi, prandaj ne besojmë te modeli taksativ progresiv, i cili takson më shumë ato që kanë darë më të larta, pasurinë më të madhe, dhe që sigurisht kanë mundësi më të madhe për të paguar. Këto taksa realizojnë financimin e shtetit social, i cili fillon me atë që ne kemi kryekauzën tonë, minimumi jetik. Pra sa i duhet njeriu për të jetuar. Ajo është baza e të ardhurave të njeriut. Mbi atë ngrihen rroga minimale, pensioni, ndihma sociale dhe çdo gjë tjetër. Vendet evropiane dhe shumë vende zhvilluar po se kanë miratuar, ne jo akoma duhet ta bëjmë. Ky është hapi i parë dhe mbi atë ngrihen edhe pensionet e rrallë. Në formulën aktuale përcaktuar nga avokati i popullit, minimumi jetik është rreth 210.000 dhe ne kemi ndërtuar një projekt që kanë për këtë çështje, që vjen që gjitha pensionet që janë 80, 100, 230.000 lekë janë pensione turpshme, duhet rriten mbi këtë vlerë. Në mënyrë që të kena një jetë të njëjtëshme edhe për gjyshet tanë. Kjo është pika kryesore e shtetit social, sigurisht ka edhe pika tjerë që lidhen me barazinë gjinore, me pagën minimale, me arsimin, me shtetësinë. Ne synojmë një shtetësim të vërtet falas, jo thjesht letër siç është aktualisht, për një financim, një rritje numrit mjekëve, të inxhinierëve, paga më të mira për ata, kushte më të mira pune, në që ata të rritu dhe mos kenë nevojë që ti për Gjermania për vende të tjera zhvilluara për të jetuar për punu, pa detyrim, pa 3 vjeçar ose ndryshe me diplomen, por në politika nxitse. Po ashtu arsimi, ne synojmë arsimin e zgjatur që nuk kupton një qëndrim afatgjat shkollë deri nga ora 4, që jetë më shumë mundësi edhe prindërve, jep mundësi edhe studentëve, nxënësve të kryejnë detyrat, zhvillojnë aktivitetet e tyre, merren në sport në rrallë, dhe gjithashtu edhe një rishikim i ligjit për arsimin e lartë, i cili ne konsiderojmë një ligj tjetër që favorizon universitetet private. Shtylla e tretë është shteti i drejtës. Shteti i drejtës ka shumë propozime teknike, unë do t'i përmbledhja në 2 pika kryesore. Njëra është ngritja e një agjencie kundër korrupsionit, e cila rishikon çdo vendim, çdo ligj, çdo marrëveshje që bëhet, që është bërë, që do të bëhet vazhdim, në mënyrë që shihet nëse ka interesa klienteliste, favorizime me radhë, dhe nuk është vendimmarrës, por është këshillues. Dhe mundet me ngritje që është me ngritje patike me radhë, pastaj institucionet e drejtësisë përhershmet dhe përkohshmet që janë ngritur në reformën e drejtësisë, vazhdojnë punën e tyre. Sigurisht ne jemi edhe pro institucioneve të drejtësisë, se dikush mund të ketë interes, ato nuk duhet të jetë përjetshme, kuptimin spaku nuk është një institucion që mund ta kenë ato edhe pas 30 vjeç, por është ngritur për një mision dhe derisa ai mision të mbarojë, derisa skena politike dhe juridike shqiptare pastrohet, ai duhet të jetë aty ku është. Fundimi është edhe shteti angazhimi i mbarë shoqërisë, që kupton referendumet janë garantuar në kushtetur për duhet të ka një ligj posaçëm që i rregullon. Nuk duhet të jenë veç abrogative, pra për shkuqitimin e një ligji, por edhe propozimi i një ligji duhet të ketë pragu nga 50.000 deri në 10.000, dhe ne kërkojmë që njerëzit të jenë pjesëmarrës jo thjesht në votë, por me protesta, me referendum, me propozime të gjithanshme, në që një shoqëri aktive të realizojë vetëm ato 3 shtyllat e parë, por edhe më shumë se aq. Vetëm bashkë nuk ka dalë. Nga koalicioni Euroatlantik. Shumë faleminderit për pjesën, është vërtet një kënaqësi. Unë jam Frans Shkrimbi, për sa i përket kualifikimeve arsimore, jam shkolluar në Shqipëri, në Austri, në 3 fusha: drejtësi, administrim, biznes dhe marrëdhënie kombëtare. Kjo fundit është edhe dega ku kam shpjeguar edhe studimin më të ura dhe trajnime të ndryshme në organizatat kombëtare. Jam shumë i gëzuar se jam pjesë e këtij paneli, por gjithashtu edhe përpara kësaj audience, pasi që në shpalljen time si kandidat ditën e parë kisha dëshirë me vu teksin tek fushata si një ushtrim edukacional, sidomos për rinj, dhe kjo iniciativë ku jena të fluksat e mëndësan nësë njëri të gjithë. Për të kalu tek programi dhe tematikat programuar të partisë formacionit politik që unë përkatësaj sot tu, duhet të nisë në 2 avantaje që mendoj që formacionit politik që unë përkatësaj ka. Programi i unë është për publik i tërë një njerësh qershorin e vitit kaluar. Gjithashtu, kandidatet e partisë tonë për deputet në çdo çakt janë për publik përpara partive tjera. Dhe 3 pika
kryesore do të tek përsa i përket vullnetit politik si qasje për nevojat e tranzicionit shqiptar. Profesorët policionit e atletik kanë dorëzuar Parlamentin shqiptar rreth 2 vite më përpara iniciativën ligjore për vetimin e politikanëve. E dyta, mbështetja pa kushte kundër SPAK-ut ka disa muaj në Parlament projekte ligjore i dorëzuar pa nga partia jonë për shtimin e resurseve materiale dhe njerëzore të strukturës posaçme antikorrupsion. E treta, që nuk është faktikisht partia vetë që ka realizuar këtë gjë, dalja me 100% lista të hapura për t'i vënë mundësinë qytetarëve të votojnë kandidatët e tyre të preferuar. Përsa i përket programit, atër gjama ullëritse më penguese për zhvillimin gjatë të tradicionit ndërsa është korrupsioni dhe nismë aty, përveç mesetes punës pak, partia jonë në rast marrët qeverisë synon reformimin e KLSH-s, do të kthejë atë në status një gjykate auditi, por edhe për t'i dhënë kompetenca ekzekutive. Inspektoratet shtetërore, aty ku ne hasim problematika çdo ditë, do të mbjellen gjitha bashkë në një organ të vetëm, me fokus në 3 pika kryesore: siguria ushqimore, siguria shëndetësore dhe gjithashtu siguria teknike. Paketa ligjit antimafia, çdo kontratë e të qeverive, sidomos e qeverisë fundit përsa i përket PPP-ve do të verifikohet. Në çdo rekurs që do t'i bëhet qeverisë, ekziston mundësia mbrojtjes nëpërmjet klauzulës antikorrupsioni, e cila është e futur në çdo kontratë publike. Gjithashtu do të krijohet një si zbulimi të rikuperimit për të konfiskuar çdo pronë dhe çdo resurs material të marrë në mënyrë pa drejtë me të qytetarë shqiptarë të këtyre të fundit. Reforma në gjyqësor është një pikë tjetër që shqiptarët kanë eksperiencë të përgjithshme. Janë sot rreth 110.000 dosje që presin përgjigje nga gjykata. Duke pas parasysh këto fakte, atëherë synon me kriju një skemë të gjykatave, asnjë rekurs i institucioneve shtetërore nuk do të niset kundrejt pensionistave, po ashtu ndaj asnjë qytetari shqiptar përsa i përket çështjeve regjistore për marrëdhëniet e punës. Mirëqeverisja do të krijohet në platformë kontratave publike në modelin Open Data, do të krijohet një regjistër publik i kontraktarëve dhe nëpërmjet parimit One Windows, i cili qytetarë dhe subjekt ekonomik do të ketë mundësi të përditshme në veprimet me qeverinë. Por kjo e njëjta formullë do të njihet edhe për pushtetin vendor. Pushteti vendor do të ketë një buxhet jo më pak se 0.3% për PPP-s, gjithashtu i cili do të rritet 0.5% vit pas viti. Në zhvillimin ekonomik, në Shqipëri vjen mungesa e interesit për investimet e huaja dhe çdo biznes shqiptar në anketat e ndryshme që janë bërë 70% e tyre kanë konfirmuar se është përkurrë shtet nga zyrtarët e shtetit. Përsa i përket taksave, formacioni politik që përfaqësoi një formulën 9% taksë shesh, 9% taksë për individin dhe 9% për biznesin. Përsa i përket taksave vendore, çdo biznes do paguajë vetëm 1% të xhiros totale vjetore. Taksa e famshme Rama për naften prej 340 lekë për litër, në rast marrjes qeverisë do të hiqet që në ditën e parë. Për t'i rashë shkurt, tek fusha energjetike, përveç në hyrjen në eficiencën e vetit, pika jonë kryesore mendoj se është krijimi i një tregut përpashkët në Kosovë. Në infrastrukturë, pika kryesore është krykat e shisheve, riparimet e fillimeve të parimeve autostradave dhe heqja e takës rrugës. Në rini dhe në arsim do të jenë 10.000 praktika të pagume për studentët. Firmat që do të investojnë në IT do të kenë 3 vjet përjashtim nga taksat. Profesionistët shqiptarë që në zhvillojnë aktivitetin e tyre në IT që kthehen do të kenë 1 vit reimbursim të plotë për rrogën që ato marrin në vendet e Bashkimit Evropian. Buxheti për arsimin do të dyfishohet që në vitin e parë qeverisjes, përsa i përket familjes, pika kryesore është kreditia me interes 0 për 30.000 çifte të reja dhe bonusi tashmë i famshëm për 20.000 euro për vetën e tretë. Pensionet do të rriten 5% çdo vit, si dhe do të indeksohen çdo vit sa 2 fishi i inflacionit për atë. Në zhvillimin rural, i cili është
një pikë kryesore për gjithë Bashkimin Evropian, do të jepin 100 milion që në vitin e parë për të subvencionu fermierët. Për të shkurtu, për të përfit me kërkesat e kohës, lënkim i tranzicionit shqiptar ose në saktë turp i zyrtarëve të kësaj qeverie është prona të përndjekurit politik. Për pronën do të kemi 100% rimbursim të vlerës menjëhershme për dashkëquajturët ish pronar, dhe gjithashtu gëzim total për ato që e kanë sot pronën. Shënjetje, unë jam Kesë Saria, dhe vërvenje për zonin, po shkaki kohë skeqën. Unë me profesion jam mjekë stomatologe, kam studiuar në Universitetin Katolik të Shqipërisë, që është Universitet Evropian në Shqipëri, jam diplomuar në Itali dhe licencuar, por si tjetë në nove e drejtë besoj, kam gjallë të jetoj në Shqipëri edhe të tej në Shkodër, sepse Shkodra është ajo që unë advokoj dhe besoj që qose gjithë drejta mentalitetin për tikë nga Shqipëria, mos i dhamë kontributin e veçose dhe qytetit linjes, ky vend nuk do të rigjenerohet, ashtu si që tonë dhe natyra. Unë në panel jam ndoshta disi e dallume se partia që unë përfaqësoj është një parti e cila është në pushtet prej vitesh. Normalisht sot ti është në pushtet e ke më të vështirë të mrosh kauzat e tuaja dhe të bësh opozitë shumë herë më lehtë. Po kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi argumenta për të mbrojtur atë që bëjmë për sa kohë që ndër vite kemi marrë edhe besimin masiv të popullit edhe kërkojmë edhe këtë vit. Partia me cilën prapë përfaqësoj ka kaos kryesore rinin edhe gratë dhe besoj paneli e tregon më së miri që ne fokusin që cilin e lobojmë që është gruaja dhe rinia e përfaqësojmë qoftë në këtë panel që jeni sot këtu. Unë nuk du zgjatem shumë me paranteza, e thasha më përpara thjesht në qeverisje prej shumë vitesh ka anë të saj si pozitive ashtu e negative, po në kundrejt debatit normalisht jemi disfavorizuar në parim. Unë kam përgjellë që platformën tonë përmërësisht se pa që është publike, është transmetume, ta jap ndoshta më lehtësisht edhe për ju në talking points në disa pika, që të mos zgjatem shumë me fjalë dhe me detaje, cilat ndoshta bajnë më humbë dhe edhe thelbin e të tanë diskutimit. Po fillojmë me pikën e parë, cilat janë financat. Theksoj që ne kur kemi marrë pushtetin vitin 2013 e kemi gjetë Shqipërinë një gjendje jo shumë pozitive, po kjo nuk justifikon absolutisht gjitha diskutime që mund të hadhen edhe kolegë të tjerë. Po paka mesatare është rrit dhe sot po flasim me një paka mesatare që përket sektorit publik ka shku nga 372 euro në 1000 euro dhe objektivi onë për Shqipëria 2030 është që kjo të shkojnë në 1200 euro. Sa i përket punësimit dhe pensioneve, ne kemi bërë një reformë të fundit për rritjen e pensioneve, theksoj që pensioni mesatar ka qenë tek 86.000 lekë të vjetra dhe ne synojmë ta çojmë në vitin 2030 në 400 euro, aktualisht që flasim vlera mesatare është diku tek 175 euro. Sa i përket sipërmarrjes, kjo qeveri besoj ka treguar më së miri dhe këtu kurse ne ka treguar me fakte konkrete mbështetjen që i ka dhënë trive me grantet dhe kjo mbështetje absolutisht do të vazhdojë, ku theksoj që do ofrohet një mbështetje financiare diku tek 3 miliardë euro për kredi dhe garanci sa i përket mandatit të katërt. Për të vazhduar me arsimin, që besoj është edhe pika kryesore, mendoj që një vend për të ecur përpara duhet të ketë baza të forta në arsim, edhe deri tash janë bërë investime kolosale sa i përket arsimit, duke i kthy institucionet arsimore, jo vetëm në institucione në godina, po ambiente të cilat nxisin dhe provojnë të rinj të frymëzuar mirë për të vazhduar dëshirën e mirë për arsim. Po e fillojmë me pakën mesatare të mësuesve, që ne synojmë që në mandatin e ardhshëm ta çojmë tek 1250 euro dhe duhet të theksoj që deri tani kemi bërë investime në shkolla, siç e thashë më përpara, po premtohet që të ndërtohen edhe 200 shkolla të reja apo të rindërtohen në këtë mandat të katërt. Financimi i arsimit larg ashtu është përfshishuar me 200 milionë euro dhe ne synojmë që të ndërkombëtarizojmë universitetet. Sa i përket sektorit shëndetësisë, i cila është një fushë e cila prek edhe mu indirekt pavarësisht se unë vij nga një sektor privat, punoj në biznes privat.
Paga mesatare negë është precizuar nga 450.000 lekë të vjetra, ka shkuar tek rafërsisht me shtesat e specializimeve në linje 600 euro. Dhe synimi jonë është që pagat për mjekë shkojnë tek 2.000 euro deri në vitin 2030. Për sa përket mbrojtjes sociale, patjetër ne jemi një parti që bën filozofinë e të majtës dhe fokusohemi edhe në kauzat sociale. Kemi një 3% të buxhetit për ndihmën ekonomike dhe 4% për kujdesin shoqëror. Gjithashtu, kundrejt bujqësisë, ne synojmë që kemi një investim rreth 1 miliard euro në të gjithë investimet që do të bëhen në bujqësi. Turizmi është pika e fortë që ne si vend bëjmë për hir të mirave që natyra patjetër na i ka sjellë, po edhe menaxhimi i të mirave që na sjell natyra varet nga ne. Kështu që nga ne kisha preferuar të mos ndërprerni. Kemi diku nga 1 milion turistë, ne kemi arritur në 12 milion turistë në vitin 2024 dhe synimi që ne kemi është të shkojmë me 20 milion turistë në vitin 2030. Pika jonë e fortë është infrastruktura, se përket infrastrukturës janë bërë ndryshime kolosale në Shqipëri dhe këto ndryshime janë të prekshme. Unë du ta lokalizoj këtë kaos kundrejt Sharkut Shkodër, për cilin edhe ne lobojmë dhe besoj që gjithë ne këtu tentojmë përfaqësojmë. Në Sharkun Shkodër janë 8 projekte strategjike që synohen të ndodhin në këtë mandatin e ardhshëm, disa të tyre dhe kanë nitur, disa janë edhe drejt përfundimit, duke filluar me autostradën Adriatiko-Joniane, me hekurudhën e cila lidh Shkodrën si me Malin e Zi, ashtu edhe me Kosovën, është rruga Shirok-Dogaj e cila ka nisur punën dhe kemi rrugën e Dogaxhinit dhe Komanit si edhe hyrjen në Shkodrë. Unë du ta mbyll që Shkodra 2030 nuk është thjesht një premtim elektoral, por është një vizion dhe kush ka çastin dhe dëshirën e mirë ta shohë këtë vizion i bashkohet edhe partisë që më përfaqësojnë. Faleminderit. Që jemi qartë, koha është nga 5 deri 7 minuta dhe ka të kandidatët e parë në 7 minuta. Kështu që si kishim ankesa. Radhët një ka zori Ahmet Përvizin nga koalicioni Nisma Shqipëria e Zotit. Përshëndetje tante, nga që kam të vështirë me folë sepse do të një kullu projekte përgatimet që janë në 2030 në realitetin tonë, ku na alo rrita ujë, nevoja bazike, siguri e tjerë. Jam Ahmet Përviz, studiu për financë fundamentet, kam marrë një master shkencor në psikologji orientative, punoj për 8 vitesh si financiar. Kam angazhuar aktivisht në kauza të ndryshme, kauzën e studentëve, kauzën për ndryshimin e sistemit zgjedhor të lista fakuna, kauzën e përvojën e çmimeve në rastin e pandemisë, dhe së fundmi kauzën e kauzave lokale siç ishte rasti i kundërvitjes së kurës në qendrën e Shkodrës. Patjetër, pas gjithë atyre kauzave, pas gjithë atyre protestave, njeriu kupton që, mund të shkojnë dhe një pikë caktuar, mund të mërrim në një ndikim të caktuar tek pushteti, por nuk mjafton aq. Dhe nevojitet në shkuar të ku është kryesa e dënimarrjes, që sot është marrë. Ne kemi nisë këtë betejë me një slogan shumë thjeshtë. Shqipëria vlen më shumë se sa partia. Dhe në bazë të kësaj, unë do nisë si të prova dhe më sipër, Maslow ju e njihni gjithë ka vënë piramiden e vet të nevojave. Dhe shkolla e parë e piramidës është nevoja bazike ushqimi dhe siguria. Unë sa po mbrita nga një takim që ne kishim me banorët e publikut marksistë të zonave forent, ato ajo më ankohen për ujin, për dritat, si që pash për sigurinë. Tashi, ne besojmë që për të kryer kushtet e para për familjet dhe për një normalitet në Shqipëri, duhet të luftojmë për sigurinë. Dhe lufta e parë që duhet bëhet është ndaj krimit. Dhe si nis ky hap i luftës ndaj krimit? Nis duke paraqitur
në lista njerëz që janë të papërfshirë në krimin, njerëz që nuk janë në ndjekje nga spaku, njerëz që nuk janë pashekur për shkak se kanë akuza nga spakut apo të dënuar nga spaku. Nga kjo nis. Pastaj ne patjetër duhet që ato oficer policie që bashkëpunojnë me krimin t'i trajtojnë si tradhtar të kombit dhe të ndryshojnë kodin penal dhe t'i dënojmë ato me 25 vite burg. Që ta mendojnë dhe ta rimendojnë disa herë përpara se të bashkëpunojnë më përpara me qytetarin, sesa pra më përpara me kriminalin se sa me qytetarin. Gjithashtu në të njëjtën linjë, ne mendojmë që duhet një luftë ndaj korrupsionit. Sepse korrupsioni tashmë ne ju shihnim dhe rankimet e ndryshme për korrupsionin, ne jemi në vendet që kryesojmë, është vetëm fushë që ne kryesojmë. Prandaj unë mendoj që kjo është një nga pikat kryesore që ne nuk duhet të pa kompromis. Dhe në si disë kjo luftë. Nësa ata që dënohen për korrupsion dhe sidomos nga partia në pushtet, ka bërë një listë shumë e gjatë, të kaluar dhe lista që mund të jetë 11 apo 23 të popullit. Të dënohen si tradhtar të kombit me 25 vite burg. Jo thjesht me 2 vite burg, ato kanë mbjellë 10 miliona euro dhe të shkojnë bëjnë 2 vite burg dhe mandonën mbrapa kaq mbaroi ajo. Të dënohen 25 vite burg dhe të sekuestrohet çdo cent. Tjetër, ne pasi dalim nga kjo sigurim i gjatë bazike të sigurisë, patjetër ky kryesor që kemi është arsimi. Në ditët që flasim, buxheti për arsimin është diku 2.6%. Unë tu kanë që kam pjesë e përkritë të studentave, një ndër gjërat që kena pasur është rritja e buxhetit për arsimin. Dhe ne duhet shkojmë minimalisht në kufit e rajonit, si fillim dhe pastaj deri në 7% që pretojmë ne, sepse pa arsimin nuk mund të rrimë asnjë tjetër. Është gjëja e parë që na shërben si ata shkutër, si ata mesën, si ata gjatë. Tjetër, ne mendojmë për biznesin dhe profesionet e tjera përmes taksës 10% taksës së kësheshtë. Duke ngritur spari kufirin për bizneset e vogla deri në 200 milion lekë, ato do të kenë aty fitim zero, një çlirim kjo, sepse dikush i bën një qarkullim tetor 200 milion lekë, minimalisht 60 milion lekë i ka fitim dhe një person në Shqipëri me 60 milion lekë do ardhura, patjetër që mundet nesër me pas permisin me një shtëpi tre, një makinë tre, ku rigjenerohet ekonomia. Gjithashtu për të dy punësumt që kanë nisë tashmë dhe taksimin, pa kohë që kanë nisë për ato që kanë dy punësumt, tre punësumt, ne do bëjmë taksën fikse 10% dhe jo më 23% siç është sot. Sepse ata që e kanë mundësinë për me punësu nuk do të taksohet puna. Është e padrejtë kjo gjë. Dhe pastaj do të kalojmë tek pjesa e financimit për kredi për çiftet e reja. Ato që martohen për herë të parë, të kenë mundësi duke u vënë një fond sovran nga shteti me marrë kredi me 1% në mënyrë që ato të kenë indicjen për me ngritë familjen në Shqipëri. Këto janë disa nga pikat e përmbledhura që ne ofrojmë dhe patjetër programi jonë është shumë më i gjatë dhe më i zëru, ju thotë ta shpjegoni dhe në përsin dhe pyetjet e tuaja. Faleminderit. Prezantimin e programit e pratë për Partisë Moslia. Përshëndetje, unë jam Elis Dejta, profesor i Partisë Moslia në Shkodër. Kam marrë histori, gjeografi, master shkencor studime rajonale dhe master të dytë menaxhim financiar e kontabilitet. Atëherë, do të bëj një shpjegim shumë praktik, sepse vetë si një qytetar të gjithë të cilit për ju, çështje teknike nuk do t'i diskutoj. Praktikisht jetojmë në qytetin dhe në shtetin më të pasur të Evropës për resurse, por faktikisht jemi më të varfër në Evropë. Çfarë ndodh? Kemi një buxhet 8 miliard euro, një popullsi 2.4 milion banor. Me një krahasim thjesht, Kosova është 1.8 milion banor dhe ka një buxhet 8.8 milion euro. Ka rrugë më të mira, pensione më të mira, infrastrukturë më të mirë, biznes më të mirë, sipërmarrje më të lirë, zhvillim ekonomik më të madh. Çfarë ndodh?
Ne kena më shumë fare, por nuk na kapet. Shkurt edhe shqipt I dihet. Çfarë do bëjmë? Partia Mundësia ka një projekt. Projekti I Partisë Mundësia është ndryshim. Kur flasim për ndryshim, është ndryshim I gjithë modelit menaxhimit ekonomik në Shqipëri. Ka nevojë për mundësi. Trejat, supermarketet, çdo individ ka nevojë për mundësi. Po si jepet mundësia? Mundësia jepet që shteti të jetë arbitër dhe mos jetë ndikues. Ku shteti të jetë ndikues dhe mos jetë ai që ndikon zhvillimin e biznesit. Pra jetë regulator I loje dhe jo ndikues. Shtet I vogël, thelbi I projektit tonë është shtet I vogël. Ne nuk kena nevojë për 220.000 punonjës administrative, nuk kena nevojë për zgjerim ministrish, formën shtetit, kena nevojë për një shtet vogël dhe efikas. E gjithë betejë për me kursy parat e 8 miliard euroshit që na dalë mjaft mirë për me mbulu paga dhe shpenzimet për të rritë ekonominë, është luftojmë korrupsionin. Çfarë ndodh me korrupsionin? 8 miliard euro si mund kursehen. Ne kena një praktikë që si mund kursehen 8 miliard euro. E para ja nisim tek shkurtimi I vendeve të punës fiktive. Ne në Shkodër kena një institucion që është në sistem të analizimet e qarku Shkodrës. Sa herë që ka zgjedhje, konsultohet dhe kryet administrata. Janë rroga që I pun nga taksa tona dhe shkojnë tek individet e caktuar që janë shërbim partisë. E dyta, ne kemi një plan që kursejmë në 8 miliard euro, 1 miliard euro të kursejmë. Dhe këto 1 miliard euro të përdoren për ekonomi. 500 milion euro do të përdoren për me ekuilibru ekonomi, kur flasim se ne në program kemi një taksë 8% taksë të shesh, dhe 500 milion euro të jemi investime në arsim, në shëndetësi dhe në vidjen e supermarket. Kemi dhe një plan për supermarket të rinj. Të gjithë të cilët du që të hapin biznes, 3 vitet e para nuk do të ketë ndërhyrje nga shteti. Do nuk them që ata do shkelin të drejtën ose do shkelin konkurrencën, do të jenë të privilegjuar. Por shteti nuk duhet të ndërhyjë 3 vitet e para në zhvillimin e një aktiviteti biznesit. Deri në momentin që ky biznes të jetë I gatshëm për me hyrë drejt me fitim dhe të jetë I gatshëm për me paguar çdo detyrim që I detyron shteti shqiptar. E dyta, 8% taksë shesh është një taksë e cila praktikisht çon në përgjithësimin e çdo takse. Tu janë një tek supermarketi I vogël deri tek ai supermarketi I madh. Një prej pikave tjera të programit tonë është edhe futja e euros si monedhë kombëtare shqiptare. Ju dini shumë mirë se euro sot është më pak se sa 100 lekë. Dhe praktikisht për gjithë eksportuesit në Shqipëri ka një humbje katastrofike, duke nisur të gjitha bizneset, të produktet bujqësore, minerale dhe çdo gjë tjetër. Çdo individ I cili kryen transaksione ka humbje. Mjafton që kryesh vetëm 2 lëvizje, shkosh me 100 euro, I kthesh në lekë dhe me lekë I kthesh në 100 euro, dhe këtu ke filluar ke humb, që është në këtë moment. Pra, hyrja e euros ka një impakt në zhvillimin ekonomik, ulë interesin e kreditë për biznesin, por edhe për banesa, dhe jep impakt real, pra ekuilibër të vazhdueshëm në ekonomi. Një prej shtyllave tjera është edhe çështja e korrupsionit. Ne na mësu që të gjithë zyrtarët e lartë të cilët shkojnë para drejtësisë akuzohen, dënohen, por asnjëherë nuk marrin përgjegjësi për ato që kanë shkaktuar shtetin shqiptar. Nuk do të jesh ministër dënosh me 30 burg dhe drejtësia thotë që ka përvetuar 26 milionë euro. Drejtësia duhet me gjetë ku kanë shkuar ato 26 milionë euro. Ato janë parat tona dhe duhet na kthehen mbrapsht. Unë besoj se çdo shkodran I bën 20 burg që ke 20 milionë euro pasuri. Por ideja është që nëse ato ja ke dhënë shqiptarëve shkodran dhe duhet I kthesh. Nuk është dënim, duhet I kthesh. Pastaj është një pikë tjetër e programit tonë, ku çdo zyrtar I lartë duhet t'ia llogari për pasurinë e tij. Çdo zyrtar I lartë duhet t'ia llogari për pasurinë e tij. Për arsimin, nuk mund të investojmë shkolla, bëjmë godina kur nuk ka studenta, nuk ka nxënës. Nuk mund të premtojmë rritje pagash për mësues, kur mësuesit përdorin për pjesë administratës, si vegël zgjedhjesh. Fillimisht, arsimi duhet të jetë I pavarur me ndikimin politik. Dhe e dyta, duhet kemi plane konkrete që në të ardhmen kemi më shumë nxënës për bërë më shumë shkolla. Nuk mund të bëjmë më shumë shkolla dhe të kemi më pak nxënës. Nuk mund të ndërtosh 200 shkolla kur vetëm nga qarku I Shkodrës 12 vitet e fundit popullsia është reduktuar me 15%. Dhe jashtë një prej qarsheve më të varta. Prandaj pavarësi komplet e arsimit në Shqipëri. Sigurisht edhe rritje e buxhetit për sa I përket investimeve në arsim. Shkojmë tek shëndetësia. Është premtuar shëndetësi falas, por kushton shumë. Kushton shumë sepse çdo shërbim ne marrim drejt.
Prandaj, për krujt e ekuilibra, ne do të visim një konkurrencë mes shëndetësisë sektorit privat dhe atij publik. Pra, të gjitha shërbimet që të marrin kemi një nivel konkurrencë. Nëse më mirë i kryen shërbimi publik, atëherë ky shërbim do të merret te publiku, por nëse ky shërbim merret në tek privati, do të ketë një konkurrencë. Tu them se përfaqëson një parti të gjatë, një parti e cila merret tek forca e individit, thelbi i jonë është. Individi është njeriu i cili e ndjek ekonominë. Nuk është shteti që e ndjek ekonominë. Shteti duhet të sigurojë bazat ligjore dhe individi duhet të jetë i lirë që të marrë me forcën e punës. Shumë faleminderit. Në ky forum publik që organizohet në gjithë vendin ka si qëllim krijimin e dialogut mes qytetarëve dhe kandidatëve për të vërtet ata në të cilët nesër do na prezantojnë dhe do na të kenë zëri i tyre në kuvend. Dhe në funksion të këtij qëllimi, pjesa e dytë e këtij programi i kushtohet pyetjeve nga qytetarët nga salla. Prioritet do të kenë qytetarët që nuk kanë angazhime politike dhe përfaqësuesit e shoqatave jo qeveritare. Dhe kush si pari? Përshëndetje. Unë jam Lindita Rjesh. Pyetja që kam për gjithë kandidatët, megjithëse jeni të gjithë rinia, për edhe nga mosha, është cila mund të ishte një vlerë që përkatoni si simbolik të rinisë, si lider, me që gjithë jeni të ri, dhe se dyti një ndër fushat që ju keni prioritet, po është një ndër fushat që ju mendon që keni prioritet që për strategjitë politike, që mendon që e realizoheni. Ju rikujtoj që përgjigja do të llojë pas rëndit vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e nisim me tetin dhe vetëm një minutë kohë edhe për përgjigjen. Atëherë, unë përgjigjet po pari përsëris dhanë 3 prioritetet që janë për mua, tanë programin është siguri, jetueshmëri, dhe mes të trijave, po marr produktin që është në bëhet qytet i jetueshëm. Dhe kjo ka lënë nëpërmjet ekonomisë. Vlera e cilat do të kisha dash, edhe këtu është një apo dy vlera. Atëherë për mua është nëshmëria, sepse qofse ka pas diçka që i ka mungu politikë shqiptare, ka kenë nëshmëria. Dhe unë besoj që kjo është vlera kryesore, pra ne kemi të pakorruptueshëm, do të pakorruptueshëm. Për sa i përket vlerës personale, do të kalojmë për 30 vite për të parë raportin. Personalisht vlera që ne besoj se duhet të shërojmë është dëshmëria. Jo thjesht mos jemi të korruptuar aktualisht, por të jemi të pakorruptueshëm dhe mos dim batakun e tjetër, edhe nëse një ditë kemi pushtetin tonë. Ndërsa për sa i përket prioriteteve, do të përgjigjesh në një top djash, drejtësia sociale. Gjithçka që ne kemi program ka synim drejtësi sociale. Atëherë, unë se kena një përbashkë, asnjëri prej nesh në këtë tavolin nuk kena asnjë lloj jetë dyshim për kalumin personale, familjare, shoqërore të tjerë, edhe ky është një kontribut a priori shumë cilësor, në rast se ne do të na jepet mundësia për të kontribuar për demokracinë shqiptare. Sa më nuk e kemi. Fusha kontributit personal, atëherë, si argument politik, qëllimi jam i kryesor është faktorizimi i Shkodrës në çanën e partive në Tiranë. Ne kena pa dhe kur nga Partia Demokratike, kryetar kandidatëve të vetes, se këto kam një kritik fort edhe për forcën teme që përkatësoj sot. Nuk mund të ofrohet reforma në parti duke u përmbullu vetëm një dorë njerëzish në Tiranë. Edhe për këtë do të kërkojmë bashkëpunimin e vetëve. Kontributi personal për Shkodrën do të jetë në fushën e turizmit, pasi kam proces një projekt shkencor. Falenderoj para përsin për të qasje e bashkëpunëse në grupë, edhe vi bashkohem të 3 kolega më për para besoj se të tani nuk kena në hije dyshimit se unë flasë edhe për vete si të 6 vjetë jam edhe nuk kam filmuar shtet në herë që nuk ka kapësi për diskutim. Unë një fjalë kam për me përmbyll, ajo që unë kam objektiv është të vazhdoj të jap mundësi Shkodrës
vazhdoj zhvillimin që ka nisë edhe të marrë frymësh që ka merretur ndër vite dhe nuk e ka pasur këtë mundësi. Sa i përket vlerës që duhet të ketë njëri, unë e do të eksim tek aktivizmi sepse vi nga aktivizmi, por aktivizmi është e kundërta e indiferencës. Pra besoj që të rinjt nuk duhet të jenë indiferent, duhet të jenë pjesëmarrës. Këtë besoj që e përfaksoj. Dhe sa i përket pikës ku unë do kem fokus, 2018 protesta studentëve ka lënë një pul në zemra dhe në optimin të, dhe do të fokusohen tek arsimi. Reformimi i arsimit duke nisë nga shtimi i buxhetit deri në 7%. Fakt, pyetja më duket se ishte me fitri që do të bëjmë për trit. Kjo ishte pyetja. Atëherë, unë si ri do të bëj këtë. Do të orientoj trit dhe trekut punës, pra që ata vetë punësohen dhe të mos rrinë pen i administratës, dhe e dyta, shteti duhet i vdes si subvencionoj në aktivitetin e tyre. Por unë besoj që trit duhet vetë punësohen, si përmarrje. Jo shteti. Originalitet. Specifikt të përdorit të mashu me lektikos të gejtë. Mund të shkodë. Ja mundet mund e përdorit të lektikos edhe bërqeti. Një pyetje këtë. Kush do që të shkodë? A një të gafë shumë ju, me kanë të tjeti, me kanë të kërru. Që të bashkëpunon një tjetën për të mirë shkodë. Një rështiga që gjithmonë kur pyesin çfarë kishte ofruar si politika e ri është fiksja, që më thënë që për disa çështje, se politikisht ne çështje në ulë tavolinit në ata fortë në tjetër, por mirë gjëra që i kanë munguar, sidomos te të shkollës, ka kanë bashkëpunime për çështje globale. Pra, janë disa tema që unë imagjinoj një ideal politik që ato 11 kandidatë ata 11 profesionistë të shkollës parlamentit shqiptar duhet detyrimisht të bëjë blok për me arrit, për shembull hyrjen e shkollës ose cilat do qoftë ajo studimi për me arrit për një projekt apo gjatë shkollës, do të pas një bashkëpunim edhe me shkollën tjetër, por edhe me shtetin lokal. Sigurisht, bashkëpunimi për të mirën e qytetit edhe ma gjatë është i mirëpritur, por bashkëpunimi që të mund duhet të bazë një baza ideje dhe parimesh. Përndryshe bashkëpunimi kthehet në gjorë dhe ne nuk e dëshirojmë të gjatë. Do thënë që ne kena bashkëpunim duhet të krijojmë një bazë përbashkë, disa parime bazike të përbashkëta, dhe pastaj vita mund të ndërtojmë bashkëpunimin, nëse gjithmonë një nevoja për çështje valore. Shumë pyetje e bukur. Praktikisht mund të thoj se gjithë kantorët këtë tavolinë janë të hapur për bashkëpunim shumë dimensional për të mirën e shkollës. Kjo esenca e rinisë është largimi nga kryetarokracia e partive. Një fushë që unë kisha pak edhe në qytet, në për doni koha me thonë, që unë ftoj këto tri mrekullueshëm për bashkëpunim është marketimi i Shkodrës si qendër e digitalëve nomad. Ka një listë para pak vitesh që rendikte Shkodrën në 5 qendrat qytetet më të vlefshme në Europë. Kjo listë, ky promovim u harru faktikisht nga qeveria aktuale. Por duke pas parasysh se kam studiuar në Austri dhe gjëja më e bukur që unë shoh në Shkodër gjatë këtyre 35 vjetëve është gjimnazi austriak, i cili ka lënë në një nivel tjetër rreth 20 familje shkodrane çdo vit, dhe këtë bashkëpunojmë në këtë marketing për qytetin tonë. Mendoj që çështja që kanë të në parti politike vitet e fundit me shkrimin e tyre është pikërisht kjo. E shoh edhe këtu po edhe jashtë që ne rritim në një mentalitet tjetër edhe i shohim gjërat pak me një sy shumë dimensional. Por që besoj që bashkëpunimi absolutisht për mua shkreti hakun ka qenë gjithmonë edhe do të jetë me të tanë kolektu po edhe jo vetëm me të tanë rritë shkollë. Pyetja shumë e thellë. Duhet kujdes me dhënë përgjigje, nuk duhet me harru mbi
nga protesta, por nuk duhet të harru që sot përfaqësoj një parti politike. Dhe politikisht, unë jam përmendo shapi për sheqerin, shapi për sheqerit të vjetrat jam në anën tjetër, ne jemi në anën tjetër. Shqipëria vlen më shumë se partia, nëse ne unifikohena së pari në qëndrimin që marrim ndaj drejtësisë. Ato që kanë pro drejtësisë, patjetër që janë në anën e duhur. Dhe patjetër që ndaj tyre është dora hapur për bashkëpunim edhe në Atëherë, shumë e thellë pyetja, jam shumë dakord. Partia Mundësia, por mu ka më shumë vlerë se çdo parti të tjera. Shkodra ka më shumë vlerë se Partia Mundësia për mua. Prandaj çdo iniciativë që është në të mirë Shkodrës, sigurisht që meriton bashkëpunim. Politikisht as në nivel bashkëpunim, do ta rritas në gjë. Përshëndetje dyve, unë jam Juliana Bojara, jetoj në një fshat për 20 minuta larg qytetit Shkodrës. Se më vjen keq që çdo ditë përballen me mjerimin në atë fshat. Janë 100 banorë dhe 3 prej tyre jemi të rinj. Fini mund kemi 3-4. Kemi mungesë investimesh, investimet janë zero, qyqyr që kemi godimet dhe pa që gotrojnë një rrugë, vjen një padron një herë në vit sa për foto. Dhe do isha interesuar se cilat janë politikat tuaja për investimet, për rikthimin e të rinjve në zemrën e tyre. E di se çdo që thoni ju do mbetet diçka goje, po thjesht isha dëshirën të dëgjoj. Që pyetja është shumë e gjatë, dhe u përgjigjë për një minutë se do të bani mi këtu. Një në arsye kryesore që më besoj ka lidhje një politikan ose një parti politike që do kanë pushtet është ndonja e buxhetit të shtetit. U përmend edhe tu më parafolsi që ne kemi një superadministratë gjigante, një vend ku zvoglohet popullsia, rritet administrata, një vend që shërbimet digitalizohen, është 12 vite, pra është bile flamuri i partisë mbështet që ka digitalizuar shërbimet, dhe prapë administrata vetë. Pra pjesa më e madhe e administratës e para shkon për shërbim një partie politike dhe e dyta është funksionon keq dhe merr shumë pjesë nga buxheti i shtetit. Pra kjo është një ndër pikat kryesore që nëpërmjet tax tool, zvoglimit të administratës, ai ka më shkuar edhe një herë tek qytetarët. Ka më shkuar aty ku duhet dhe ku si në thanë furnizon një strategji më të madhe për zhvillimin e qytetit. Deri sot ka shkuar atë zhvillimin e për milionat e euro që hedhen, zhvillimin e administratës, përdorimin e kësaj administrate për qëllime politike dhe pra për propaganda që dihet që një pjesë e madhe e saj qoftë blerja e mediave nëpërmjet PPP, qoftë tek si më thanë investimi për arsye elektorale të shtetit, gjë që e pa mujtur me shku tek qytetarët aq më pak në zona pak më jashtë periferisë, sepse sidomos edhe këto 2 vitet e fundit që do bashkia të shmarrës e njëjtës parti politike fokusohen shumë tek facadat e qendrës duke harruar periferinë. Atëherë, nëse mora vesh pak pyetjen lidhje me riktimin e shqiptarëve të diasporës, është një çështje e vështirë, them drejtën, sepse shumë prej tyre nuk kanë synim kthimin në vend, por synimi duhet të jetë raport të mbajmë ato që janë këtu. Dhe për sa i përket kthimit të atyre që janë jashtë, që kanë ikur tashmë, ne kemi një platformë në programin tonë për diasporën, kemi një platformë që synon shkëmbimin e dijeve dhe eksperiencave me shqiptarëve që janë në diasporë dhe këtyre këtu. Njëkohësisht kjo mund të nxjisë edhe një pjesë atyre që janë atje për riktimin vendit të tyre dhe dhënien e kontributit, pa u duk sikur ato po japin po humbin atë që kanë ndërtu, por po e sjellin vendin e tyre dhe po ndërtojnë jetën e tyre që kanë filluar atje të ndërtojnë vendin e vet. Faktikisht është ulërisja gjanja tek shef zonat rurale në Shqipëri me trastim njerëzore, por edhe materiale, por edhe energjisë, mirë dëshirës për të jetuar këtë vend. Dhe ka shumë botë
kota, që si është bjellë, si është rikthyer fuqia këtyre zonave që janë jashtë ordonanës. Për një muaj më parë kam pas fatin pikërisht të flas për këtë temë me ambasadorin e një vendi afrikan në Austri, ambasadorin e Liberisë. Edhe është fatkeqësi me krahasu faktikisht Shqipërinë me vende afrikane, por atje ndodh eksaktësisht e njëjta gjë. Edhe zgjidhja për zonat e larta rurale, dhe zbërtinë e tyre është dhënë nëpërmjet krijimit të zonave të lira ekonomike. Çfarë do të thotë kjo? Thirrët një investues i madh ndërkombëtar ose kombëtar përjashtohet totalisht nga taksa. Dhe kjo ardhja e njërit prej këtyre shërben si satelit si fuqi organizatuese për zonat kthehet si koncentrat i investimeve për hapjen e energjisë. Krijimi sa më shumë këtyre zonave me paketa të veçanta ligjore, ku ka nevojë që të dallojnë nga qytetet e tjera, do ta krijojnë mundësinë me më sa të pak që të rrit aktivitetin ekonomik. Aktiviteti ekonomik do shtojë popullsinë, dëshirën për të jetuar e tjera. E kjo është pika e programit tonë. Pa mundësi me ditë se cili fshatirë të rosh, ishma votën në një përgjigje të përklutë. Mendoj që hapi i parë që është pikërisht kjo shtrimi i rrugës, do t'isha lutë shumicisht që mos i shikosh, jo pas njëri prej nesh mos kesh atë paragjykimi që do t'jetë pjesë një përgjigje. Unë me keqardhje them që ne me tamam kena 2 vjet që kena marrë bashkinë, po për ta 2 vjet po pretendohet që ne bëjmë punën e 30 vjetëve mos bëmë. Kena gjetë një bashki Shkodër që maksimumi kanë vizë monumentin e ishte Skrojve në 3 vende dhe ka që kanë investu për Shkodrën edhe për Sharmë të rreth. Por patjetër që Shkodra sot ofron shumë dhe ka shumë projekte për zhvillime strategjike, jo vetëm për qendrën, por edhe për pjesën e fshatrave, por që absolutisht të në gjonët ka nevojë për kohën edhe. Kishte emrin vajzën fat? Juliana. Juliana në vune me shpatuar për muaj, pavarësisht se deri në sot nuk kena asnjë përgjegjësi në aspektin, nuk kena pasur asnjë përfaqësim në qoftë lokal apo qoftë qendror. Unë mendoj që problemi është tek lidhja me përfaqësuesin. Në 2008, 2 partitë e maja u bashkuan dhe ndryshuan kushtetutën për me dhënë forcë kryetarëve dhe me shkput lidhjen tonë me përfaqësuesin. I sot jam i sigurt, edhe e gjysma ose të gjithë salla, sot nuk i njohin përfaqësuesa që kena ne në parlament. Të një muajit po t'i rreshtojnë emrat, nuk i dini. Po ashtu në Këshilla Bashkiake, ju votoni listat mbyllura, dhe ata nuk janë detyruar me e lidhë raportin me ty. Prandaj ne ofrojmë listat e hapura. Amelin e gjen në i parafundit të listë. Kjo është e para, lidhet qytetari me përfaqësuesin e vet. Juliana, me pyetjen ke pas 2 probleme, para rruga dhe e dyta që kanë me vetëm 3 të rinj të fshative. Janë me fat që janë 3. Të më të shënë më pak. E pas edhe një, do më thamë përgjigjen edhe vetë ishe shumë pesimiste, se juve do keni me premtu s'ka me nova si gjatë. Të si kërërej që t'kanë premtu të 35 vjetë për atë rrugën dhe 100 herë. Po të shedin e zgjuar këta herë dhe mos do të ata që kanë mashtru 35 vjetë. Jetja mundësi një trion, pavarësisht të kush është, elbisi tjetër, jetja mundësi një trion. Sepse për 2 herë gapim pastaj, përveç rrugës. Jo, dhe nisë prioritet, qytetar, pa angazhime politike dhe që sot është gjithë pastaj do të jo kandidat. Pa angazhuar politike. Si kandidat bashkëllëtisë mostre. Jam Antikona Kobibaj, 18 vjeçe, dhe në këtë moment apoqë dhe moshën. Jam këtu me 2 statuse, statusin studente ekselente të Universitetit Luish Kurakuqi, degën psikologji, dhe statusin vullnetare organizatës alternativa studentore. Ne di që Shkodra është një qytet që shquhet vullnetarizmit, dhe se nuk mund ta mohojë. Di gjithashtu që ka edhe një ligj në Shqipëri për pikërisht për këtë çështje pra për vullnetarizmin. Por duhet që nga ju si kandidat të ardhshëm, një sugjerim se çfarë na merr shumë këtij ligji. Në mënyrë që sa më shumë të po jo vetëm, të jenë vullnetarë dhe të kontribuojnë në shoqëri. Faleminderit.
muslimisht në që jam I parë në të kanë barë e përgjigje, këta kolegja dhe që është e letë me kanë pjesë opozit, e ka është vështirë me jetë të parë më përgjigjë, unë nuk e një afligjë në të ndajtë, dhe përgjithësisë preferencë më përgjigjës më tjetë për çështje që nuk vinë. Nuk e di që është në vullnetarizmi, gjithsesi edhe angazhimi politik është në formë vullnetarizmi, dhe unë pa thënë që e pëshoj mas mirë sepse qysh ka domosdoshmë një mënyrë të angazhimit politik është një lloj vullnetarizmi dhe jam shumë I njehur me çështjes, por nuk e di specifikisht ligjin edhe në sensin e përmirësohet. Edhe unë nuk jam I fushë dhe nuk I njoh detajet teknike ligjore ligjit për vullnetarizmin, por duke qenë se ne kemi një pikë programi atë shoqërinë aktive, besoj se ke ditë që mund të ketë përmirësime, ne jemi të favor për propozime, kështu që nëse ju ose diku tjetër e shet nevojshme korrigjimin e këtij ligji, skrivimin e pikave, heqjen e çkaje që e pengon vullnetarizmin, ne jemi të pritur, në mënyrë që të realizojmë shoqëri më aktive që puna vullnetare të marrë veten e vet. Si do që tjetë ky ligj që ju citoni Antigona, nuk besoj se kena probleme me atë ligj, po kena probleme me vokacion bashkësor për ta shpërtyer vullnetarizmin si shoqëri. Edhe në institut për psikologji, më kam një mesazh për këta, për çdo student që jeton në shkollën, do të unitet psikologjike sa më shumë ta marrin vendin në analizë as më keq në rezultate. Është një periudhë që ne duhet ta marrim vetën mirë në analizë këtë muaj në trajnim. Falenderoj shumë për pyetjen. Unë dhe kam punuar 2 vite vullnetare para se të marrësh në shkollën, pikërisht për këtë gjë. Unë me grupin e tim faktikisht në shkollë jemi në proces shkrimit një projekti që sa I përket specifikisht vullnetarizmit. Për shkak pozicionit që kam dhe për sa kohë që kjo nuk është e definuar, nuk e shpjegoj. Por ma beso që është një ndër kauzat që unë e kam personale teme që do të shkojnë për te. Ne fushës së psikologjisë e konsideroj vetin finon të psikologji. Në sin ndoshta nga që njohim më mirë natyrën e njerëzore, në një më shumë ajo dëshira për vullnetarizëm. Po kisha thënë që për vullnetarizëm është nevoja e ligjit, është nevoja e stimulimit të kushteve për një vullnetarizëm. Në 2014, kur kam qenë të studiu për financë stabilitet, kushtetes kanë qenë tjera. Unë keni angazhuar mbi 2-3 organizata shoqare. Ma vonë, na u dote me punu, edhe ishin shumë pak kohë për në përfshirjen e organizimit të tjera jashtë fakultetit. Pra ne si fillim duhet të kriju kushte që studentat, ata që do me punu ata që do me marrë vullnetarizëm, të kenë një kohë të caktuar që të kenë mundësi të marrë me vullnetarizëm. Unë nuk e njoh ligjin për vullnetarizëm, sepse vullnetarizmi përveç ligjit është ndjesë. Është detyrë qytetare çdo individi, I cili ka pranë formën e vullnetarit, aty ku e ndjen se është e dobishëm ose domosdoshmë. Mbështet të bëj sigurisht që do të krijojë mundësi të çdo cilit që në pas kohë, pastaj edhe mundësi për të qenë vullnetar aty ku të marrë kontributin. Nuk e kuptova shumë mirë si pyetje, që do të shohim të diçka vullnetarizëm. Besoj se kjo do të jetë një detyrë qytetare gjithmonë, pa mohu jetën e familjes të fundit. Përshëndetje, unë jam Emanuela Reti, jam studente në Universitetin e Shkodrës, Infermierie e Përgjithshme viti 2, gjithashtu edhe pjesë e organizatës alternativa studentore, dhe qëllimi jem është me në Shqipni. Dhe jo në Shqipni, por normalisht në Shqipni, por në Shkodër, kam qenë në Shkodër. Një pyetje shumë e shkurtë dhe drejt për drejt. Nga një argument shumë të shkurtë nga secili prej jush isha dashur se pse unë duhet studente dhe si e re për me votu ju. Faleminderit. Ne si persona dhe si parti? Cila është si persona? Atëherë, në që e bërë parështri lidhe me qëndrimin e smurë qëndrimin në Shqipëri, unë me që jam fix personal
personazhe, ose unë të thallë një tjetër që kanë të vjellë mundësi në Shqipëri, dhe arsyeja pse kanë të vjellë mundësi në Shqipëri është pikërisht sepse ka është një lloj detyrimi se si e konceptojnë mirë në shoqëri dhe ne kemi dobishëm më përpara për shembull na shkërku gjyshave tonë, se gjyshave brenda tonë ndoshta mba lufta me rreziku jetën. Dhe unë kështu e shoh edhe angazhimin politik, sidomos sot, sepse prapë citoj kolegen ose është këtë për pjesën e lehtësisë për u marrë në opozit. Nuk ka gjë më vështirë se u marrë në opozit në sot. Sot është shpejt me një lajm, nga u marrë në opozit, vjen me parë një parti të madhe që pretendon me marrë pushtet, me gjithë respektin e partive të vogla. Pra, unë besoj që duhet me votu sepse e jap me shembull personal që jam i gatshëm të sakrifikoj gjithçka, dhe mos me konsideru si sakrificë, angazhimin tim politik dhe e kam kushtuar jetën kësaj gjë. Dhe e thash edhe në prezantimin tim, unë edhe që politika duhet me kenë profesion dhe profesionin më serioz dhe për këtë arsye, për profesionalizimin e politikës së zonës së Madhës, besoj që është kandidat i duhur. Atëherë arsyet sepse ju duhet të qëndroni këtu në Shqipëri edhe në Shkodër janë sa personale aq edhe politike dhe programore. Dani personal i thjesht timin po përgjithësi të antarëve të vitit bashkë, mund të qendrojnë një parti që shumicën e saj përktohet nga të ri. Janë të ri që ose kanë zgjedhur në këtu ose janë këtu dhe një pjesë janë fizikisht jashtë, por nuk kanë këtu dhe kontribuojnë sa kanë mundësi për vendin e tyre. Këtë një ditë mund të them. Kjo është pjesa personale, por arsyeja themelore pse unë do të thosha që në votu ne dhe në qëndru këtu është programi jonë. Politika duhet bazohet në ide, marrëdhëniet familjare, fisnore, shoqërore, mentaliteti i vjetër duhet marrë në fund një herë mirë. Duhet te individi, te shoqënia, te emisionet televizive duhet ndryshohet mentaliteti. Gjithçka duhet bazohet në ide, në program. Shumë pyetje komplekse në fakt se shtatari i shumë që përjetojnë në shtetit në qenë tonë këtë gjonë janë ngarkuar 15-16 vite më parë të pasdrisë për shtatime. Edhe me këta 15-16 vite pothuajse gjysmën e tyre nuk kanë kanë Shkodër. Është një mungesë e vendosmërisë dhe kjo prish punë si për karrierën e tij, por gjithashtu edhe për aktivitetet e tij. Dëshira është e madhe edhe ndaj të pjesë e këtyre nismave për të jetuar në Shkodër, por këtu nuk ka munduar të ofruar pasi kjo është rezultat i shumicës zgjedhjeve qytetarëve shkodran. Edhe përsa i përket udhëzimit për votën tonë personale, po nuk po të flas më për vetin, po të thaj krahasosh ofertën të ndjekësh sa më shumë leadershipin e secilës parti gjatë këtij muaji fushat, se cilin kandidat, mënyrën se si shtonë problemet dhe përgjigjet që e ka për fushat të ndryshme dhe jam i sigurt që ti do ta vendosësh shumë mirë se për këtë të thash. Ashtu siç e thamë te unë një model i aspekteve që kanë pasur një politike jashtë ndërtuar është që kanë në Shqipëri dhe në Shkodër. Pikërisht për këtë çështje që ne të rritë prapë duhet kena që të kthejnë edhe klapin kontributin tonë di që disa më thonë jetë tani kanë kushtet i saj. Por unë besoj që ti sot ke shumë arsye për të Shkodër qoftë edhe kundrejt profesionit tanë, të filluar në rritjen e pakës që ka ardhur dhe do të jetë pak në rritje në këtë mandat që ne po kërkojmë pak, në rritjen edhe përmirësimin e kushteve të punës. Dhe një ndër gjërat kryesore që ti mund të thosh që Shkodra sot po rritet ndryshe, po transformohet ndryshe, duke u bërë tillë do të kthehet në një qendër rajonale zhvillimit qoftë edhe kundrejt profesionit tanë, po edhe në tërësi, duke u rritë Shkodra rritemi tanë. Unë kam nisur rrugtimin tim përmes asaj shprehje së famshme që thotë nuk duhet me pyet çfarë bën Shkodra apo Shqipëria, pra ka një jetë sportive, po çfarë bën ti për te. Dhe nisur nga kjo, unë kam nisur këtë rrugë në aktivizëm, pra besoj që një person për të përfshirë në politikë duhet të ketë një historik. Gjithashtu jam në profesion për dhe lider, sepse besoj që një politikan në duhet në bëhet në politikën, për të pas një profesion që pas mullet, pastaj ajo karrierë, rutine, po diçka tjetër edhe mbrapa. Dhe gjithashtu përfaqësoj meritokracinë. Jam në një listë të hapur dhe garoj hapur për ballë tjerë. Këto besoj janë 3 karakteristika më të forta që kemi. Unë besoj që zgjedhja është edhe qëndron Shqipëri.
me shumë katetika, me shumë vështirësi teatrale. Atë për sa i përket programeve që ne kemi. Nëse të janë praktika studentore të praktikme, pra që të një proces të zonë studime të praktika jo të praktikme, në shkosha disiplinatare. E dyta, për çdo ide biznesi nëse një iniciativë tonë të ketë një subvencion të vërtetuar dhe e treta, për çdo tri, në 30 vjeç duhet të ketë kredit për ta çosur për planet shoqëror. Dhe të kemë të shtylla profesorë që janë mësojnë një trio të jetuar me atë. Sot ke 700.000 ma pak student, në 10 vite të punit, ke 260.000 studenta në pak, ke 224 shkollat në mbyllura, ke vetëm universiteti shkollët nga 7.243 student, që kanë qenë në 2016-2017, sot ka në pak të 1.400 student. Këtu kemi infrastrukturë, por infrastruktura pa njerëz, pa kuptim. Këtu kemi kushte ekonomike, por njerëzit nuk i ke. Nëse të mungon thelbi dhe esenca fasadën e ke. Sot shumë po largohen nga Shkodra, po largohen nga Shqipëria, po largohen nga societeti. Pensionistët, ashtu pensionistët marrin 7.000. Pyetja është, çfarë është ky një tërri, përveç interesa personale në përpas partisë së tij. Ne shumë të pyetjen kaq personale që atë patjetër fasadat ai një të kodit më shih më të pataj ku përgjigje. Nuk ka. Atë për referohet. Po shihen kanë, nuk ka. Po ta kthej pritjes së punës që ishte personale, unë punoj në biznes privat, nuk kam punu asnjëherë në administratë shtetërore, nuk kam lobuar asnjëherë me punu në administratë shtetërore, profesioni që unë kam gjetur është komplet privat dhe nuk është kjo çështja jeme. Çështja jeme që kam kundrejt politikës është pikërisht kjo, që këto fasada që tentohen ngrihen, mos jenë thjesht fasada, po jenë tjetueshme. Ka shumë arsye, po qëndrojnë në disa për argumentat që theti. Pikërisht ne po punojmë për sjelljen e këtyre trive, tu t'i japim arsye më shumë që kthehen, qoftë Shqipëri, qoftë në Shkodër. Ke disa plana jo shumë sakta, e ki mësu vjershën pak gabim, të këshilloj me hi edhe me ullon ku me statistika referuese më sakta. Nuk ka problem, por, të referoj, por në? Si, nuk i dalë për shmire, për e të bërë shmire, për poplet, kusha kënë ka nuk besoj të kusha kënë ka poplet. Po unë të them pikërisht që investime nuk po bëhen thjesht për fasad, faktet kanë treguar që investimet e kanë rritë qoftë edhe deri në pronë, kanë rritë edhe kanë zhvilluar ekonominë. Investimet po bëhen pikërisht që me sjellë të njerëz që ndoshta për shumë arsye dhe kanë ikjen e njerëzve nuk e ndalojmë, është proces normal i tanë botës, është proces global, nuk ndodhet vetëm në Shqipëri, në tanë botën, në Europë. Kjo është përgjigjja jonë. Allah që nuk kam Jo, për sajnë nuk është i argument, nuk është i partisë demokratika, Përshëndetje, vjen për organizimin, që du thamë që era mjulli, me përmëllu për të njërë, jeni gjithë të njërë, përgatitur, kisha pashë që sistemi, si të parti politikë shqiptare, që janë gjithë për të tyre, nuk i ranë me kanë, ashtë gjithë me kanë pjesë, sa që me kanë përremi të biznes. Jeni me një përsin shumë vogë që me kanë pjesë, se nuk ishë në shqipë një në parlament, në Shqipëri, në të zikërë.
që shpejtërisht. Duhet të kërku diçka që mund ta vaj konkrete. Po në parë që mund të ishte që vazhdojnë pyetjes, edhe shumë pyetje që kanë vënë. Kisha diçka shumë thjeshtë, që mund të bëj realizohet. Që mund të kërkoni kolegëve të që janë të para. Me promovu një ligj, me kalu një ligj, i cili promovon punën part-time. Çfarë punën part-time? Kena shumë studentë shumë të ri, të cilët kanë një fundjavë, në punë 3 orë, sepse janë në studiu dhe kanë një stazhe të tjera, në një aspekt të mëjet. Edhe ligji shqiptar që nuk të nëntenu, që ka demokracia dhe drejtë sot, janë gjithë më të një fetore. Nuk e një gjë tjetër. Sepse në shumë të një të ri, part-time në punë, ajo që ka bujt kontribut të taksa, është në malë se që në rëpirion të fejtë. Këtë kështë në mënyrë dashamirëse, që ta kanë që gjithë bashkë së iniciativë me prezentu të që në të partë të në. Unë i kisha avut e tika, po ma që të doli koha me folë për pjesën e prezentimit programit më gjatë, është një përjetika dhe programit Partisë Demokratike, që është një legislacion i banë i krisht për punën në kodë pjesëshme. Është po këtë e pjesë arritën, se më pyetjet e kështë 2 pyetje, se s'ka nevojë për përgjigje, për është pjesë e programit, me siguri ka moralizu. Pjesa e rinisë, unë nuk punën tek pesimistat, sepse në fund ditë, listat janë më të hapura se shkënqen ndonjëherë. Pra, pavarësisht më përpara, krahasime më përpara ka një progresi. Unë jam impresionuar me të drejtën nga përqas të kolegëve për mirë, për sa i përket mendimit politik dhe qëndësisë politike, pavarësisht se si apo në shumicën e gjërave që u thanë. Pra, është proces, unë mendoj që njëri apo më pak i ri, po me që të folë për të ri, imponohet politikë duke kaluar disa procese. Të një e imazh, pra në vend, në bluzat e bardha, sepse në të ri, pra makijazh. Mandej do të më bëj i dobishëm, i nevojshëm, i domosdoshëm dhe faktor i pamungueshëm. Dhe besoj, unë po flas për vete, po jam proces këtyre hapave, dhe besoj që rinia shqiptare është një proces këtyre hapave, plus gjetë instrumente për më bëj pamungueshëm. Dhe në këtë sens, rinia shqiptare është të hinë në fushë. Besoj që kam e kanë atërë kërësore për vite që vinë, i kam brejt një pare gjinën dhe vitë të demokraci. E në moshën e krishtit, në 30 vjetë të demokraci. Atëherë, rinia duhet jetë ose me këndvështërinë tonë, dhe më thanë, duhet jetë ose në studime ose në punë. Një rini që po fokusohem të rinia të vitin të edhe pyetjen e bane për atë, se part-time më punën kushto parimisht, po rinia është kërësisht që punën part-time dhe të studimeve. Një rini që është studime dhe që punën njëkohësisht e pas kërësisht prej hallit. Sepse ose familja e tij saj nuk ka të ardhur në mjaftueshme me majt, ose ka vështirësi tjera, pakush e ka thjesht për rëndësi apo vizion personal. Unë nuk e di ku e keni personalisht problemin të kontributet e larta apo të paga ushtë, po kjo është ka të bëjë me drejtat të punë dhe drejtsinë e pagesës, qoftë në paga, qoftë në kontribute. Sigurisht rini i bankë rini i mosh punet, kështu që 18 vjeç e lartë, kontributet duhet të paguhen rregullisht, të jenë mjaftueshme, sipas ligjit, të shkan rregull. Mund të ketë vend për korrigjime. Nuk pagun për kontribut. Pra, proporcionale. Në proporcionale. Pra, unë është 7 për javë, apo për 4 për javë. 4 është ekziston në vlerë, është për fundonte. Nuk më di partaj. Qoftë. Ose për të paguar, unë jam për të qenë në drejtë të rrugës. Po, politika duhet të rregullohet të pagën e imazh, të tjera sigurisht është tregu që rregullon, por është një propozim që ja vlen edhe mund ta marrim në konsiderat për pjesën e rregullimit të kuadrit punës part-time. Pyetje shumë e vlefshme më edhe shumë mirë që e kishim kohën e shkurtër në fillim për të dhënë dopinga dhe përgjigje të pyetjeve më mbrapa. Mandej programi i Partisë Koalicionit Euro-Atlantik ka adresuar çështjen e proporcionalitetit kontributeve dhe komisë ligjore për sa i përket punës part-time, por gjithashtu edhe pika e programit që i nep çdo periudhë që jeton jashtë vendit rrogën e plot për një vit në rast kthimit në Shqipëri, aq sa që në fjalëve në Gjermani, kjo do të aplikohet edhe te puna part-time që këto të rikojnë jashtë vendit. Për sa i përket kodit elektoral, unë e shoh edhe me të mbyllur kodin elektoral
se shfaqen 2021, dhe sidomos për dy partita është të shuetar të mua. Dhe në secili nga ne, siç e thamë Rani, do të ishte i vlefshëm në pjesëmarrjen e tij në parlament dhe në rast të mbështetjes njëri nga qeveria shkodane, për ta dhënë si fakt unë dhe Armeli faktikisht e kemi në kohë pjesëmarrjen në parlament pasi një pjesë e listave 100% të hapura. Falenderoj për propozimin, sikur se kuptova, ju referoni në pyetje, po mua duk si propozim. Do mos qenë shumë eksperta në punë drejt gjatë, edhe informacionin e plot, patjetër që do e marr konsiderat si propozim dhe do të referoj më atje. Ma janë elemente të detajit, këto keni fushë ne kam prek në ofër regjistrimin e të rinjve në listë pagesa. Është shumë e vend kjo kritik. Për një të dhe ne kena përfshi pjesë të propozimit tonë, për ta ndryshuar këtë gjë. Nuk mjafton vetëm pjesa që për aq orë, për shembull 4 orë ose 6 orë, që të kenë sigurimet për aq orë sa bëhet. Duhet që të rregullohet edhe tek kodi i punës, që të rinjt që i gjenë shumicën në punë gjatë verës, mos të shfrytëzohen, sepse ata e bëjnë kontratën për 4 orë apo për 6 orë dhe rrinë 12 orë. Atë të dyja këto pika ne duhet të fokusohemi. Gjithashtu ne këtë propozime kena tillën jo vetëm me të rinjt që punojnë part-time, por edhe me ato persona me aftësi ndryshe apo me aftësi kufizuar, që në qoftë se një biznes merr në punë, pavarësisht se duhet na pasi herë si parim për ta marrë punë, por do të ketë ata që marrin, do të kenë dhe lehtësime të tjera. Faleminderit për pyetjen, por edhe për sugjerimin, si ishte më shumë sugjerim. Ndoshta ne fokusohena në program vetë sa sheshje, subvencione e rrethpëtitashëm prej problematikave, më të mëdha që ka sot për sot, është një prej problematikave që ne duhet të ndalojmë. Nuk po them se shpënosh pjesë e programit patjetër, por besoj se do të jetë ta hequr nga 8% dhe të jetë në çdo prezantim programi të jetë një prej pikave më të rëndësishme që duhet të diskutojmë. Faleminderit. Për shkak të angazhimeve me takime të kandidatëve do kemi edhe 10 minuta kohë për të dy pyetje shkurta dhe nga 1 minutë kohë përgjigje për kandidatët. Përshëndetje. Sponi për gjithë prezantimin që ju bëhet, unë jam Benore Shkutën, aktualisht e për një shoqat që punoj për drejtat e grave. Disa dy gjëra që më shumë të rëndësishme. Nuk mund të them që nuk ka një përmirësim të kuadrit të gjojnë gjitha fusha. Nuk mund të them që nuk ka një përmirësim të infrastrukturës, por nuk mund të them që nuk ka një përmirësim të mosnjëritit të pagave në administratë shtetërore. Por mund të them që ka gjithashtu një rritje të personave që janë më të varfër se sa që ishin më përpara. Në fakt, personalisht mendoj që kemi një numër shumë të madh të deputetëve në raport me numrin e popullsisë. Pyetja jeme është shumë konkrete. Nëse ju do të ishit deputet të ulur në Parlamentin shqiptar, a do të merrni një iniciativë që puna e deputetit të ishte një punë vullnetare? Faleminderit. Meritoj të ndërtë gjithë, po kemi kolegë. Unë jam krejt punë në kësaj, më thënë në punë vullnetare, ka tira baka të 5 vite punë vullnetare, përmend këtu që duhet të bëhet për nari. Përmendimi tjetër deputetëve të pasur të shkënë punë, pikërisht për mos të keni shishur, pikërisht për të keni i brojtë të familje. Nuk jam do të thënë pas rroga karnike, por punu në mënyrë vullnetare një person që ka një shtim përgjegjësi më të madhe të shtetit, për mundur një aventurë shumë e rëndësishme. Zhvillimi i numrit të profesorëve në parlament me siguri që pa, sepse siç e thash për administratën, qëndron në një logjik edhe për parlamentin shqiptar, që është edhe administrata e parlamentit është e fryme, edhe numri i deputetëve edhe për mendimin tim është shumë i madh në raport me popullsinë që zgjohet, por deputetët vullnetarë janë absolutisht punë. Puna e deputetit është punë në formë plot, kështu që meriton të paguhet. Në këtë kuptim, nëse puna e deputetit ishte vullnetare, ai person do të punojë diçka tjetër që fitojë të ardhurën e tij për meritu. Por po të kenë nevojë plot, është e pamundur të bëhet dy punë të votë plot. 2 detyrarshe, tek për gjumë dhe s'me kur gjatë për të tjerë. Kështu që jam kundër këtij propozim, por ajo që unë jam pro është që paga e deputetit duhet të jetë më e të çast. Në përojë se dy partitë e mëdha janë më bashkë, siç kanë gjithmonë kur vjen puna për interesat e tyre më të thella,
Dhe në 2023 firma të zgjedhjeve i kryen format e deputetëve, ministrave, kryeministrit, presidentit, kryetarët e parlamentit, ku që ato duhet kalibrohen edhe një herë të ulin nivele më të pranueshme. Për sa i përket solvimit numrit mandateve me shumë proporcion me nevojat e popullsisë shqiptare jam dakord, edhe unë. Pasi edhe ne si parti qëndrojmë për një shtet më të vogël, por jo duke japur fuqinë direkt, por duke parë rezultatin hap pas hapi të kufimit shtetit, siç është bërë në Argjentinë për shembull, jo siç po bën Trumpi në Amerikë sot. Pika tjetër e pyetjes tuaj për punën e rrugave. Unë nuk e konceptoj të vishë ashtu, vjen kesh, sepse për një shembull konkret unë kam investuar 200 euro për arsizimin tëm personal. Për politikën, kam studiu për politikë, e shoh politikën si shpërblen. Dhe nuk do të kisha mund asesi për të shërbyer qytetarëve kushtet e mos shpërblimit personal në rrugë. Faleminderit. Që duke konsideruar faktin që kanë deputet kur ti mandatohesh të punon kundrejt asaj gjaje, heq dorë qoftë edhe nga profesioni, heq dorë nga gjitha ardhunat e tjera që mund kesh për hir të klauzulave ligjore, nuk më bën shumë sens që ti hupësh që mos japësh veten mundësi të paguash kundrejt punës, që bën duke marrë parasysh se këtë e marr edhe si referent nga njerëz që aktualisht janë ose kanë qenë deputet, qenimi deputet, ka kostot e veta, është qoftë edhe për të paguar atë që bën që asnjë pika. Fernanda Fernandez për pyetje. E pa nga qasja që ne kena pothuajse 11 deputet anonim atje që bëjnë asnjë projekt propozim, që nuk bëjnë asnjë gjë, asnjë risi etj. Patjetër do kisha qenë dakord me ty, me dy ose tre vetëm ata që kanë folur. Çështja se nuk duhet me e pa në atë kontekst, mendoj unë. Nëse deputeti përfaqëson realisht atë që është një punë kolosale, është një përgjegjësi kolosale, ju jeni patjetër pjesë e një organizate. Çdo organizatë tjetër edhe se i mund të jeni në shërbim të humanizmit, të veprave të mira etj. Paguheni. Dhe besoj që edhe deputeti duhet të paguhet. Unë përfaqësoj një parti gjallë shumë vërtet dhe patjetër që deputetit duhet paguhet. Problemi jashtë që kur deputetit nuk i bën nërmend data kur i del rroga, ky është problemi. Pra deputeti do të jetojë në rrogë, vetëm mos i bën nërmend kur i del rroga. Tani konstatimi që sot paguhen paga më të larta etj, po ka më shumë varfëri, kjo është problemi që nuk kanë ditë me menaxhuar ato 8 miliardë dollar që ka buxheti shtetit. I kanë përdorur vetëm për rrogë. Edhe pyetja e fundit, sepse do ta mbyllim për pak minuta. Organizatën Search Horizont është në lidhje për të rritur në konflikt me ligjin. Pra pyetja për sa i përket është dorë çështën e sigurisë. Cilat do të ishte aplikimi alternativ i dënimit në lidhje për të ndikuar në uljen e krimit? Unë personalisht jam kundër sepse edhe tu bën disa propozime edhe më përpara lidhje me drejtësinë e lidhje me politikën që duhet njëga, unë jam kundër politikave të rrështuese, sidomos për sa i përket të rive, ne kena këto të ri që janë dënuar në burg për një tekë në shash ose për gjëra krejt banale, ndërkohë që kena krimin më të madh që është korrupsioni, dhe kishte edhe propozime ekstreme për dënime si trafik kombëtar, që i mirë kuptoj ose unë jam ashtu ekstremist, dhe vajnë burgje 2-3 vite. Pra, unë mendoj që duhet të propozu mënyra alternative të ndërshtimit të lojta nëpërmjet riedukimit më shumë se sa politika ndërshtuese, pra politika riedukuese dhe integrimin e këtyre çështjeve në kulturën e prizinë, reintegrimin e këtyre njerëzve që do me kuptu, pra do me krijojë një shoqëri që e kupton krimin, jo thjesht të ndërshton. Kupton arsyet pse kanë qenë të rritë për rrugën në drejtim. Dhe si me opsionet është me kanë një qendër të debatit publik, sepse ne kemi një drejtësi ndërshtuese dhe jo një drejtësi riedukuese. Kjo është me sa diskutim për me ndryshu çka që në drejtësi. Problemi konkret është pikërisht për me kalu riedukim në ndërshtim. Ja kena një pikë në program.
Shkodrës. Ne kemi një program pikërisht për këtë çështje, te pjesa e shtetit të drejtës, që lidhet me jo thjesht dënimin e atyre që kanë kryer krime të ndryshme, po edhe riedutimin e tyre, rehabilitimin dhe integrimin në shoqëri. Do të thënë, krahas burgjeve, dënimi është dënim, sepse ka shumë funksione dhe ka tekste sociologjik që merren vetëm me këtë punë dhe me studiojnë më gjatë se dënimi ja vlen, nuk mund të kalojmë në një shtet utopik kështu vetëm për edukus, por krahas dënimit duhet edhe edukimi dhe integrimi aty në individ në shoqëri. Që është programi tonë, mund ta lexoni informacion. Faleminderit. Zonja Hasa, shumë faleminderit për pyetjen. Faktikisht kjo është një çështje që e stërsh studiuve e gjithë shoqërive perëndimore prej dekadash dhe në asnjë rast kërkimi shkencor nuk e ka lidhur rritjen e shpërfaqësisë dënimit me uljen e krimeve. Por pasja e një programi që ka kohezion në mes fushave, qoftë e caktuar për shembull në sport, kulturë, shkencë e tjera, jep efekte indirekte në mbrapa vepruese gjithashtu edhe në crime rate. Si nuk jam person që personalisht e besoj se qasja dur është ashpërësisë, dhe si tillë duhet të fokusohena ta shohim gjithsesi veten tonë për të shërbyer vlerave në çdo pozicion që kemi. Përshëndetje Nordon. Se përket kësaj pite, në vitin 2006 të vlerë funksionali institutit viteve që fokusohet pikërisht tek target grup të rish që ka problematika ligjore, gjithashtu pjesë e programit tonë është një amnesti periodike si për gratë të miturit që kanë probleme ligjore, që kjo është përgjigje dhe alternativa partisë socialiste. Kisha dashur me një çështje në aspekti si psikolog, jo si jurist, teknik pra. Unë mendoj që parandalimi është hapi parë që duhet marrë, sepse gjitha masa tjera pastaj janë mos që është bashkë. Ne po shohim çdo ditë që kemi një rritje të dhunës tek rinjtë. Dhe kjo gjë mendoj që luftohet në shkollë. Dhe rritja e buxhetit të arsimit ka një rikonceptim të krejt procesit, të krejt sistemit arsimor. Dhe mendoj nëse ne kemi sukses aty, do të shkoj pas hapi edhe në uljen në parandalimin e krimeve. Pastaj pjesa tjetër është më tepër diçka juridike. Askush nuk lind kriminal, kështu që besoj se përplasjet të etiketojnë si krim, unë jam dakord që fokusohen shumë tek parandalimi. Dhe pika e programit tonë është rehabilitimi. Gjithë të cilët janë përfshirë për tarifë dhe rishve, besoj se ata duhet rehabilitohen, po jo të rehabilitohen përmes institucioneve dhe bukurin ndoshta në formë dënimi. Aty do të jenë kurse profesionale, trajtime, aktivitete që ata do të marrin me volontari kulturore, sportive, pra të integrohen në mjet. Dhe besoj se përmes këtyre proceseve ata arrin për me kaluar fazën e shtirë të formimit të tyre dhe të jenë njerëz të paraparë për gjithësinë për ne, pavarësisht gatimeve që kanë bën në moshën e tyre deri në etj. Besoj se duhet fokusohen shumë tek parandalimi dhe edukimi, që të integrohen. Besoj se arritëm qëllimin të formit, komunikojmë, dëgjohemi dhe shohim vizorin e kandidatëve për çarkun e Shkodrës dhe për bashkimin tonë, tani në fund të detyrizojmë librat që do të bëjnë një përmbledhje, ashtu dhe duhet të organizohet i formit. Në organizatës tjerësha të rrjetit pop, të atyre që në mbështesin, ambasadës shërbeze dhe organizatës platformës internacionale. Doja të falenderoja gjithë qytetarët e pranishëm, gjithë ato që na ndoqën online, dhe gjithë ju që gjetët mundësi të komunikoni dhe të ndani platformat tuaja me qytetarët. Du të them që organizimi i eventeve të tilla nuk është aq i lehtë, sepse edhe në këtë sallë siç e pamë më njëherë via dialogut me konfliktin është shumë e hollë dhe në asnjë mënyrë nuk kërkojmë që kjo të kalohet, por më ana tjetër do të them është edhe një knatësi, është një knatësi sepse personalisht ju kam takuar gjithë dhe më dhan që keni debatu
me të vërtet të ri me përvoja të ndryshme, të ri me eksperjenca, me edukime shumë profesionale dhe të jep shpejtën që ky vend pa një ardhë dhe të bëhet më mirë. Dhe unë do doja që edhe qytetarët e Shkodrës t'japin mbështetje sa më shumë. Dhe nga ana tjetër do të thoja edhe juve, duke qenë se për vite shpunojmë me shpejt, mos u dekurajoni, gjithmonë keni kurajën, sepse jeta përballohet sigurisht me luftë me kujtim. Dhe do t'juroja shumë në sfidën tuaj dhe do të thoja që është diçka të ri kanë fuqi, sepse e ardha e vërtetë e tyre. Faleminderit. Deri këtu vetë është një libër për takimet. Është bërë.